Në orët e drekës së të hënës, nga mjediset e xhamisë së Parucës në Shkodër, u nisën drejt vendeve të shenjta 40 haxhiler, që këtë vit do të kryejmë kushtin e 5 të Islamit. Ata u përcollën nga familjarët e tyre dhe drejtuesit e myftinisë, ndërsa nuk i shmangin emocionet e këtij përjetimi të veçantë. E përshëndes gjithë popullin e Shkodrës, një emocion i papërshkruar që inshallah e bën Zoti risk gjithkujt me shku në atë vend. Që unë jam keni herë, kja është e dyta herë që unë shkaj. Zoti jara, bilja bavë, Zoti risk gjithkuj me shku në atë vend. Inshallah Allahu në pranon haxhin, inshallah Allahu në lecën haxhin, inshallah Zoti në pranon donat. Zoti në prenoft e në uzoft në rrugën e tij. Inshallah rinin e Shkodrës i udhëzon tanë. Inshallah tanë shkojnë në atë vend. O Zoti i lutem për tanë, për deknit tonë e për gjallit tonë e për tanë. Inshallah në ka përzgell Allahu me shku, inshallah i përzgell tanë popullin shqiptar me shku në të vend. Ky është një emocion i papërshkruar, sepse atje shkan ai që e ka caktuar Allahu xhaleshanhu, shkan mysafiri i Allahu xhaleshanhu. Shkan ai të cilin Allahu xhaleshanhu këtë vit e ka caktuar që me kenë prezent në xhaminë e shenjtë për hatrin tij. Pra me ju përgjigj thirrjes së Allahu xhelaluhu pra. Shkodra gjithmonë tregon veten. Edhe kjo më pëlqen shumë, jam nga Tirana vetë, në botë më përjetu një emocion të vogël para emocionit të madh që kemi atje. Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, përcolli urimet dhe lutjet e tij për një haxh të pranuar, duke theksuar rëndësinë shpirtërore dhe dimensionin e lartë fetar që mbart ky udhëtim në jetën e çdo muslimani. Kjo është një traditë që e trashëgojmë prej të parëve. Është një gëzim shumë i madh, e themi shpesh herë, që ja te kalon çdo gëzimi, edhe çdo hareje që ne kemi, sepse një grup prej besimtarëve të këtij qyteti shkojnë drejt vendeve të shenjta, duke u bashkuar miliona haxhilerë nga marr bota, për të dëshmuar madhërimin e Zotit një dhe përkushtimi i njerëzve që e kërkojnë Zotin e tyre me zemër. Këta janë njerëz që kanë sakrifikuar nga pasunia e tyre, nga koha e tyre, nga familja e tyre, edhe shkojnë për të përgjigjur Allahut azza wa jall. Po ta mendojmë këtë është diçka shumë e madhe, e papërshkrueshme. Edhe ne kemi përborx, edhe një haxhi ta kemi, ta marrim misupë dhe ta përcjellim deri ku të kemi mundësi. Do t'i lutemi Allahut azza wa jall për pranimin e lutjeve të tyre. T'i lutemi Zotit tonë që të kenë rrugën e marrë, edhe të kthehen shnoshe mirë, me gjunahe të faluna e me plot dritë e bekim për Shkodrën, edhe për familjet e tyre në veçanti. Këtë vit, nga Shqipëria do të udhëtojnë rreth 525 besimtar drejt Arabisë Saudite për të kryer haxhin, së bashku me miliona besimtar të tjerë nga e gjithë bota.